intelektuale e shquar, profesoresh, politikane dhe aktiviste përkushtuar me një karrierë të pasur në arsim dhe në shoqëri civile. Vjen në episodin e radhës podcast protagonist zonja Besa Ismaili. Zonja Ismaili, mirë se erdhe në podcast. Mirë se gjeta, shumë faleminderit për ftesën. Fillimisht bëjmë me fat urime ky muaj i bekuar i Ramazanit. Faleminderit shumë, urime juve, gjithë besimtarve, gjithë agjëruesve. Me qenë se jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, a ju kujtohet prej cilës moshë keni filluar të agjëroni? Shumë herët, si fëmijë. Unë kam qenë një mbes shumë fallume që jam rrit me gjyshin e gjyshën. Jo në një shtëpi, por që prindrit nuk punonin dhe pastaj unë kaloja kohën aty, dhe edhe shkolla në fillore kur kam viju mësimi ka qenë afër shtëpisë së gjyshit dhe jo banesës time në Mitrovicën Veriore, kjo ka qenë në pjesën jugovore, plus kemi pasur një xhami afër. Kështu që afërsia ime me atë qetësinë që ta ka dhënë obori i xhamisë dhe me qenë përdore me gjyshin gjithmonë, më ka qurë asaj rrugë shumë herët. Shumë herët dhe me shumë dashuri, me shumë kujtime. Dhe mbaj mend që patëm fillu me eksperimentu me agjërime, atëherë ka qenë vera dhe dita shumë e gjatë. 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, ndoshta nga mosha 7-8 vjeçare, por nga mosha 9 vjeçare kam Ramazan. Sot jeni një profesoresh, ligjeroni në Fakultetin e Studimeve Islame, keni doktoruar shkenca politike nëse nuk gaboj. Çfarë ju inspiroi të futin në këtë luftim të botës akademike? Kam qenë prej asaj gjenerate që studimet kemi bërë në shkolla shtëpi. Në fakt edhe gjysma në shkollës mesme. Dhe mbaj mend lëvizjet studentore dhe gjithçka që lidhej me arsimin na pat afruar aq shumë me profesorët dhe mësimdhënësit tanë. Dhe këtu dua gjithashtu edhe një herë t'i falenderoj sepse asnjëherë si falenderoj mjaftueshëm. Dhe disi ajo afërsi, ai ndikim na bënte që ne të ndjeheshin përveç që ishin nxënës dhe student edhe një lloj mësuesi, sepse ashtu i delegonin disa përgjegjësi te ne dhe e pëlqeja shumë. Për të thënë si në një shkollë kam filluar që në gjysmën e studimeve të mia, studioj anglishtën dhe kam filluar më një herë në vitin e tretë dhe prej atëherë s'jam ndarë, do thotë kam qenë diku në moshën 20 vjeçare kur kam filluar. Ndikimi që të jep të jesh mësimdhënës është i dyfisht. Përveç që ke impakt në jetën e të tjerëve, ka shumë impakt edhe në procesin e mësimdhënies për veten tonë. Dhe si dikush që kënaqej duke lexuar dhe mësuar dhe duke i mësuar të tjerët, mendoj se aty ka qenë edhe mbetet në fakt fusha që më flan në zemër, më flan në shpirt, e gjej veten, kam punuar lloj punë gjatë jetës sime, por mësimin asnjëherë s'e kam lënë. Do thotë edhe në pauza të drekës kur kishim në punë, të gjithë e dinin që unë kam orë në fakultet dhe duhet të iki. Dhe kështu, mendoj që megjithatë secili në një mënyrë apo tjetrën jemi të lidhur me arsimin, por mendoj që puna me të rinjt, me studentët, është diçka që të përcjell gjatë gjithë jetës, edhe atëherë kur ti përcjell gjenerata, sepse pastaj ta kam të kthehen disi. Keni doktoruar në shkenca politike. Sot jeni profesoresh e gjuhës angleze. Unë kam mbaruar studimet në gjuhën angleze, kam mbaruar studimet në letërsinë angleze, më specifikisht kam studiuar letërsitë feministe angleze. Gjithë aktivizmi im ka pasur të bëj me shoqërinë dhe me gratë në pozicionin e tyre dhe kjo disi natyrshëm më ka quar tek shkencat politike, të drejtat politike të grave. Doktoratura ime ka pasur të bëj me barazinë gjinore në Kosovë, me fuqizimin e grave dhe rolin e tyre të pasluftës, por njëkohësisht edhe rolin e fesë në këtë zhvillim dhe zhvillime dhe intervenime ndërkombëtare, kështu që nuk jam larguar, aty jam. Okej. Keni shkuar në studime nga medrezja apo keni? Jo, unë nuk kam vijuar në shkolla fetare, fatkeqësisht, sepse do doja të kisha, unë jam gjimnaziste Mitrovicës, kam mbaruar fakultetin e anglishtët në Universitetin e Prishtinës, kam bërë magistraturën në Universitetin e Jordanit, në departamentin e letërsisë angleze, kam marrë mësime islame nga dietar të shumt, por një që e veçoj dhe që ka lënë impakt të pashkruar shumë të madh në jetën time është Shuaib Arnauti, kam qenë nxënës e tij,
aty thëmë se kam konsoliduar ato mësime cilat ne kemi ndjerë, kemi marrë kështu në mënyrë jo formale, por që më shërbejnë sot e kësaj dite. Atë ka penguar shamia nga, po thëmë, paragjykimet, gjëra tjera, cilat realisht dhe për cilës moshën bashkë. Shamin e kam vendosur ditën që kam diplomuar në fakultet. Jam kthyer e mbuluar në shtëpi, kështu ka qenë një farë marrëveshje jo formale. E pashkruar me familjen time, ndosë shamin e kam dashur shumë kohë më parë, dhe sa kam qenë gjimnaziste, por se normalisht, për çdo vendim ne bëjmë disa kompromise dhe prindrit e mi mendonin që nuk jam ende e bindur në këtë punë dhe më thonin mbaro fakultetin pastaj të shohim. Dhe unë nuk doja që ti trazoja në asnjë mënyrë dhe kështu edhe bëra. Ditën që përfundova fakultetin, unë mbulova dhe kur hapën derën e të më shihnin me diplom, sepse atëherë ne s'kishim këto ceremoni ku vinë prindrit në fakultet kur diploma studenti. Për dikën ishte shok, por për babain tim ishte një zilje, një përkujtim i fjalëve të tij. Mbaj menaj sa po ishte kthyer nga haxhi atë muaj dhe më thotë ja pafsh hajrin, s'kuzën kush më thonë gjë. Mua kaq më desht sepse unë punët tjera me veten tim e kisha qëruar, madje edhe me rrethin tim jashtë shtëpisë sime, dhe mu desht vetëm edhe kjo dhe kështu disi u kompletova. A ka pengu? Unë vendos pengesa, sepse ju atje të thot pengesa. Kur e kam vendos shamin, në fakt, shiko, janë disa momente njerëzit, besoj se cila individi përjeton në mënyrën e vetë, dhe me që po maja prastin për e tregoj timën. Edhe po besoj që duhet jetë ngjashme në një mënyrë tjetër me gjitha ato që kam vendos shamin në kohën kur ne kemi vendosur dhe ato para meje. Ka qenë moment kur ti i vë, si themi, në pik të gjitha, të heqësh dorë nga të gjitha dhe të përcaktohesh për shami. Dhe të pyesësh veten cila është më me vlerë për ty. Për mua, si besimtare, më me vlerë ka qenë në atë moment të mbuluhem, të ndjehem vetja, sepse më duke vetja që nuk jam me plodh dhe nuk jam me sinqert me Zotin tim, me veten time dhe gjitha punët që në fakt unë i bëja, e kisha një dozë të ndërgjegjes hipokrizisë që thoja, po mirë, në këto pi bëj, po në kem të bë atë që po ma do shpirti me bë. Edhe kur e vendos dhe e bën, për të tjera punë, aq të bën. Are janë, nuk e ke absolutisht asë ndjesin më të vogël se çka të ndodh, që të t'jenë përngjesa atë këto. Dhe moment kur e kam vendos shamin dhe kam dalë në rrugë, të them të drejtën, dhe doja ta përjetoj atë moment ndonjëherë në jetën time nuk ka ndodhur, jo që kam hecur, por kam fluturuar dhe mendoj se frika ka qenë, si me thonë, ajo ura që unë e kam kalu, e kam dalë për te, atje ka qenë një parajs. Kur them parajs, kushtimis nuk them se s'kemi pas paragjykime dhe vështirësi, po tani unë me veten time nuk kisha të lashe. Edhe në momenti kur je në harmoni me veten tane, çdo pengesë tjetër është e vogël. Për ndryshe, po, sigurisht, që ka pasur shumë, si me thonë, nuk kam dashur asnjëherë të definohen nga ajo se çfarë po mendojnë njerëzit për mua, po çfarë unë mendoj për veten time. I kam lexuar qartazi, veprimet, për disa kam mbyllur syt, për disa i kam dekonstruktuar me disa dhe mballafaqu. Por ideja ime ka qenë që ata mos më reduktojnë në shami dhe unë të mos jem vetëm shamia. Por t'jem besa, sepse në fakt unë jam besa, dhe shamia ishte ime, e besa ishte e njerëzve, e Kosovës, e familjes, e gjithve. Dhe ta lënë në derë hapur që ata qohen për të shamisime. Dhe në këtë rrugtim që i kam tërhezuar njerëzit të rrugtojnë, të shohin për të shamis, nuk ka qenë gjë e lehtë, por ka qenë, nuk kemi pas alternativ tjetër, pas që njerëzit të bëhemi shumë të mira, asa që njerëzit mos na refuzojnë me asnjë pretekst. Ndonjëherë edhe kur kishte ndonjë ndalesë të shamiave, doja që njerëzit ta thonin se është për shamin dhe jo pse kështu bashkë. Dhe ju thoja njerëzve, shiko, nëse e ke për shamin, këtë ndalesë, fshije prej trurit, nuk mund ta bësh. Nëse unë s'jam e mirë, nëse unë kam dështuar, në rregull jemi se unë s'dua të kaloj vetë se kam shami.
duhet kaloj pse jam e mirë. Kam dështoj jam njeri si gjithë të tjerët dhe tërhiqem. Dhe ka pasur raste kur I kam detyruar njerëzit me thonë çka e mendojnë. Me thonë të drejtën shpesh e kam pa konfuzion edhe mesin e tyne, që nuk e kanë as ata me bindje atë sjellje cilën e bënin ndaj grave me shami. Por thjesht ishte ashtu, ka qenë kogja me kundër shamijave, njerëzit kanë ndërtu karriera, kanë zhvillu media të fuqishme, kanë bërë dhe politik në kurriz të grave me shami, duke shtu stigma ndaj një grupi krejt të pafajshëm, natyral të kësaj shoqërie. Teme gjatë. Fatkeqësisht, sot e kemi akoma në fuqi një udhëzim administrativ I cili ta lën vajzave bazën e shamis për shkolla. Ja këtë konfuzion për cilin po flasim, le të them që nuk ka një udhëzim administrativ të tillë. Nëse pyetni të gjithë njerëzit, asgjë kanë lexuar, asgjë kanë kuptuar. Ma të udhëzim administrativ ja marr shumë gjatë. Dhe e them kështu, t'jeni të bindë nuk besoj që ka ndonjë njeri që është marrë më shumë atë udhëzim se sa unë, dhe atë që nga viti 2001 kur kemi pasur për klaset e para me ta. Sepse siç po thoja, ndonjëherë ishte shumë kështu të deklarohesh se po mbron ligje sekularizëm në Kosovë, ndërkohë që kur ballafaqohesha me ata njerëz e kuptoj që as se din çka është sekularizmi pas që I kishte lexuar udhëzimin administrativ. Sidoqoftë për ta shkurtuar tregimin, vjen keq që shumë mendime cilët ende mbesin në kokat e njerëzve janë të keq faktuara. Nuk janë të bazuara në fakte. Udhëzimi administrativ nuk e ndalon shami, as që përmendet shamia. Për ma vërtetu unë e këtë, më besu më shumë, njerëzit le të hyjnë në faqen e gjykatës së kushtetuesit të Kosovës, le ta gjejnë vendimin për papranueshmërinë e rastit, jo papranueshmërinë e shamis, siç e patën zhvilluar mediat në konfuzion të qëllimshëm. Dhe aty do të shohin që edhe përfaqësuesi I mashtit, si pal ndërgjyse aty në seancë, thotë ne nuk kemi udhëzim për shami pse na keni ftu. Në anën tjetër, në rastin e Arjeta Halimit e ke gjykatën pushtetuese, e cila I thot Arjetës, e cila I kishte fituar aso kohë 2 nivele të rastit në gjykata komunale dhe të Qarkut, I thot shko dhe përmbaro vendimen. Sigur ai vendim të ishte jo kushtetues, gjykata kushtetuese do të anulonte vendimet e gjykatës komunale dhe të Qarkut, apo jo, do thot në nivelin juridik. Është një qartësi e madhe në këtë pikë, dhe ka asnjë pikë dyshimi. Por çfarë ndodh? Njerëzit fatkeqësisht krijojnë nuk them bindje, madje zhvillojnë veprime mbi saj në një konfuzioni që futet në shoqëri për një udhëzim administrativ të caktuar, sepse ne gjithë e dinë, edhe kur mundohet dikush ta zbatonte, ajo në fakt nuk vlente për 99% të shkollave të tjera. Dhe në ballafaqime si për me ata drejtorë dhe ballafaqimet e mia personale dhe me bashkëpunëtorët e mi edhe me ndërkombëtar kur unë kam shku aty, e ke pa që në fakt është bindja e tij personale. Nuk ka të bëj as me integritetin e shkollës, as me ligjin, por thjesht ai ka një paragjykim të tillë dhe ai mundohet që ta instalojë brenda institucionit një gjë të tillë dhe kjo pastaj t'jap segmente të anarkisë. Jam shumë krenare për ku kemi qenë dhe ku jemi sot. Për te gjitha vështërsive, mendoj që kjo është një temë tashmë të kaluar, dhe mirë që është. A është dashur që ta bëjmë gjithë këtë rrugtim? S'kishëm dashur, por ja që ishte kështu, e shuar. A kemi mësuar gjatë këtij rrugtimi? Mendoj se gjitha palët kanë mësuar. A ka njerëz që s'kan fytyrë të dalin përpara ndonjë vajze me shami sot? Ka. Por ideja jonë, si gra me shami, nuk ka qenë të tërprojmë as kënd, as të hakmirim ndaj skujt. E njohja ka qenë që t'jemi të lira, na njohin të vërtetën tonë si qashtë. Ne I kishim njohur, por ne gjithashtu si besimtare besojnë që njerëzit transformohen dhe ndryshojnë mendime. Dhe janë është interesant në atë rrugtim, disa nga kundërshtarët më të mëdhenj që I kam pasur të shami, sot I kam miq më të mirë. Dhe nga ata që më vlerësojnë mua dhe vlerësojnë më shami më së shumti. Dhe besoj kjo është e natyrshme. Për skenë politike? Për skenë politike, për skenë akademike, dhe besoj që është e natyrshme. Është normale të kemi ne pak hatërmbetja. Normale. Por mendoj që mësimet e pejgamberit ton, Muhamedit alayhis salam, na mësojnë që
edhe ai me kundërshtarët më të mirë është bërë shoku më të mirë. Dhe ne tash e tutje duhet të hecim të them të tjera, kështu si themi tavane qelçi, dhe se tema shamis është temet e kaluar. Jeni ndër deputetet e parë nëse nuk gaboj me Shami? Ishte një para me, unë edhe kur kam qenë, kanë qenë shumë shkurt në jetën publike dhe politike, sepse për mua nuk është, si që unë e kuptoj politike, nuk është të thënë të jemi në parti politike dhe të jemi zyrtarisht ikon. Unë them se për bindjet e mia personale, unë politike kam qenë gjatë gjithë kohës, sepse e drejta për arsim, e drejta për pavarësim, e drejta e lirisë së lëvizjes, e drejta e migzu mundësitë e barabarta, gjitha këto janë drejta politike, dhe për to kam përveç pasion dhe dije dhe profesion, është përkushtimi mjetësor. Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që keni përjetuar si një gruar në shkencë, në akademi, politik, shoqëri, punësi? Shikoni, një gru, tash nuk dua ta beqoj vetën time, sepse e lë pa e tregu një pjesë madhe të regimit për faktin që unë jam grua. Sepse, por është edhe po ashtu fakt që gratë me Shami i kanë dy par pengesa, ose edhe një pengesë më shumë se çdo grua tjetër në Kosovë. Kjo është fakt. Do thot ne kalojmë në për gjithçka që kalon çdo grua e Kosovës, njerëz jemi edhe ne jemi gratë Kosovës, apo që kjo mentalitet, që kjo kulturë, që kjo kanon, që kjo gjithçka është e njëjtë, por e ke edhe pengesën tjetër që ti tash je definu si një grup i caktuar social, desha apo zeshe, ku njerëzit pastaj vendosin një tjetër barierë edhe ti nga një barierë në më një, pastaj do të kalosh edhe një dhe një, por është diçka që duhet ta bësh, edhe mendoj që e bëjnë gratë, vazhdimisht, e thejnë këso lloj bariera. Aty ku kemi ngjecur sot, unë mendoj, kjo ka të bëj me ne për brenda llojit. Më shumë se sa në shoqërinë në tërësi, sepse janë institucionet ato të cilat fatkeqësisht e kanë përmbretësu mentalitetin e popullit jashtë në institucione, ndërkohë që ato duhet të ishin më lartë, më edukuese, më të hapura, në mënyrë që shoqëria pasaj të ndishte dhe të edukoheshe. Edhe është kryt beti në kryt të sfida e kemi këtu, që në vend se institucioni na edukoj, ne duhet bëjmë punë për të lënë shembull brenda institucionit, për të thyer praktika të këqija, huje të njerëzve që instalojnë me ligje, me udhëzime administrative, sipas bindjeve të tyre. Ka aq shumë si them pika ku ne mund të diskutojmë, por paragjykimet nuk duhej të na definone. Mund t'ju jap një shembull personal se si është më së miri ti thyesh ato, është që mos t'i shohësh fare. Mos t'i shohësh fare dhe të fokusohesh në objektiven që ti ke, sepse çfarë do punën që ne, për ezam, kemi dashur të bëjmë, edhe sikur t'i shihshim paragjykimet nuk kishim rrit aty kurrë. Ndonjëherë është dashur të hyjmë në tokë, ndonjëherë të fluturojmë, por në momenti kur ne kemi arritur objektiven dhe jemi kthyer prapa, kemi thonë ku mbeten ato paragjykime më dhe? Ku ishin gjithë ata kundërshtarë që tash të njëjtit na u kanë bërë mbështetës? Dhe kështu duhet parë çështjen e paragjykimeve, sepse ato riprodhohen, transformohen, shtuken, njerëzit si më thonë, i fryn, institucionet i fryn. Si besë e kam pas shumë hall. Edhe gjithë jetën e kam sot e kësaj dite që institucioni mos ta paragjykoj qytetarin. Se ne, qytetarët mes nesh, ne edhe mund të paragjykohemi. Shpresoj pa pasoja, por me komunikim këto gjëra që zhduken. Por kur institucioni merr qëndrim dhe paragjykon një grup të caktuar social, në këtë rast gratë, për mbi te gratë me Shami, aty është problem shumë i madh. Ka pasur shumë tendenca që të mirëmbahet ky lloj paragjykimi institucional, por me sukses e kemi demoluar, e kemi shkatruar. Përmendet që keni qenë për një periudhë të shkurtër edhe deputete. Kjo periudhë besoj nuk ka mjaftuar që misioni juaj për atë çfarë jeni emëruar vihet deri në fund apo çohet dërgohet deri aty ku keni filluar. A mendoni se ju nevojitet akoma hapësirë në politikë, për thënë brenda institucioneve, brenda parlamentit, që misioni juaj realisht finalizohet apo thjesht dërgohet deri ku e mendoni ta dërgoni?
Shikoni, nuk ka një, le themi një kornisë kohore për kauza ku ato fillojnë edhe ku ato mbarojnë. Edhe për te rezultatet, unë thëmë është pashtu shumë i rëndësishëm procesi, ose gjithë rrugtimi që ne i bëjmë. Unë jam shumë krenare me rrugtimin që kam bërë, jo edhe me rezultatet, nuk barëshin gjitha nga unë. Për shembull, për ata 11 muaj sa unë kam qenë në kuvend, asnjë nga ato kauza cilat i kisha ndjekur me përkushtim gjatë gjithë jetës time nuk i kam lënë anash për ata 11 muaj. Dhe ka qenë muaj, po mendoj ka qenë viti pandemik. Edhe siç po thoya, ma shumë me udhëzim administrativ, sa që kam qenë deputetja e cila solli ministrin e arsimit në Komisionin për të drejtat e njerëzit që të bisedojnë këtë punë. Dhe më duhet edhe në këtë rast të falenderoj ish-ministrin Ram Lika, i cili ishte shumë i gatshëm që të formohet grupi punues që ta rifrazojnë, ta heqin, të heqim ato si themi, njerëzit kishin keq kuptime. Ta qarsojmë a çështje një herë për gjithmonë. Rrethana u krijuan asisoj që na në fakt brenda javës nuk shkoj asnjë javë, shkuam në zgjedhjet e jashtëzakonshme, ra qeveria të tjera dhe kjo punë mbet pezo. Nëse ka vetëm një pikë e cila më mbetet merak është që këtë se quam ne deri në fund. Dhe po shpresoj që të tjerët e mbarojnë këtë punë tash që unë nuk jam këtu, nëse edhe ata ngelin, mendoj se mbase vetëm kjo do të ishte një nga pika. Për ndryshe, minatorët, studentët, personat me nevoja të veçanta, e vërteta për Kosovën, përfshirë edhe pozicionime gjeopolitike, gjitha kanë qenë pjesë e trajtimit tim janë parlamentare për cilat mendoj se ua kam dhënë hakun. Cila është pyetja që më shpesh t'ja bën vetës dhe akoma nuk ke marrë një përgjigje plot? Gjithmonë them a mundem ta bëj më mirë. Sepse asnjëherë nuk jam e vetkënaqur ku jam as ku jemi të tjerët. Por një pyetje tjetër që e shoh se përgjigjen e kam jo aq sa do doja të ishte është se sa të tjera gra kemi shtyp përpara. Nuk është ky një rrugtim individual, nuk është e thënë njeriu të arrijë në maje fikallvet. Por deri aty ku ti del në shpat dhe kthehesh e sheh sa më shumë gra sikur ti, atëherë i thua vetes mirë është puna. Por edhe si kur tisha unë e vetmja dikun lartë nuk do të kënaqesha, do ta dënoja në fakt vetëm për këtë gjë, sepse kjo është një pikë që unë mendoj që gratë kanë nevojë për një qartësim, për një mos them riedukim, që sukseset e grave të gjithë njerëzve në fakt, por sukseset e grave janë suksese të përbashkëta. Dështimet e secilës prej nesh janë dështime të përbashkëta. Edhe ose hecim e dalim në breg të gjitha bashk, ose kushdo që mendon se mund të dalë nalt mbi supet ose duke shkelur mbi ndonjë grua tjetër e ka shumë gabim. Ose s'merr vesh gjë prej gjëje nga çështjet e grave. A ka ndonjë moment kur e keni vënë në dyshim rrugtimin tuaj, visionin tuaj, qoftë në aspektin profesional, politik? Asnjëherë. Në dyshim jo, por pyetje gjithmonë, edhe gjithmonë e kam pasur si them orientim, busoll, faktin, përpara se të nis një punë, e kam menduar shumë gjatë, edhe e kam konsultuar me vetën tem, me Zotin tem më së pari, pas edhe me të tjerët. Por kur kam vendosur, nuk jam zbrasur. Unë nuk njihem si dikush që merr vendime të gabuara. Nuk them se jam e pagabuar, por them se nuk kam marrë vendime të gabuara, nuk jam rreshtuar, nuk kam bërë rreshtime të gabuara. Por kur i kam marrë vendime dhe arsye që i kam vendosur për të vendosur mbi diçka, dhe kur kam bërë pyetje vazhdimisht, a jam ende në pikën fillestare ku kam nis, përgjigjet i kam pas po. Vetëm atëherë, kur unë them arsyeja që kam fillu diçka, dhe kur duhet të ndaloj përputhen, unë ndalohem. Nëse kam nis një punë për të mirën e qytetarit, nëse është për të mirën e qytetarit, unë ndalohem. Por unë nuk ndaloj pse dikuj s'pi pëlqen, pse s'është e popularizuar, pse po më kushton, pse po lodhem, ose se po bëj një punë tjetër. Dhe thot, ky është kanari edhe ai duhet jetë në balans. Arsyet pse fillojmë, me arsyet që mbarojnë duhet jenë një.
ka shumë misione cilat i kanë fillu dhe i kanë mbaru atë janë bërë një prej tyre është për shembull zyrët e Departamentit të Bashkisë Islame të Kosovës. Që këtë vit e kanë 20 vjetoren. I kanë fillu, jam tërheq sepse ato po vazhdojnë, për mua është mision i kompletuar, nuk ka qenë qëllimi në kemi pjesë asaj, por qëllimi im ka qenë ato të vazhdojnë edhe kanë vazhduar. Kanë vazhduar e keni edhe një zyre jashtëzakonisht vibrante, shumë mirë, jam krenare me ato lajzat aty. Ne që shohim prej publikut, prej jashtë, e njohin kapacitetin e profesoreshës Besa, e dinim çfarë ka bërë, çfarë ka arrit, ku ka studiu, cili ka qenë misioni saj. Mirë po, brenda subjektit, për them kushtimisht politika është një farë lloj çelësi që t'i hap dyert në për vende tjera për fundimin e atyre misioneve që ke. Po, sigurisht. Brenda subjektit që ke, a mendon se ke pasur hapësirën e mjaftueshme për vepru? Kur i kom bashkangjitë ndjesë, kur i kom bashkangjitë Partisë Demokratike të Kosovës me vizionin, me idealet, me gjithë rrugtimin që ka bërë kjo parti, kam qenë shumë i mishruar që nga fillimet e mia. Unë jam nga Mitrovica, kam njohur nga afër punën e kryetarit Kadri Veseli, të ushtarëve, invalidëve të luftës, gjitha ato kanë qenë grupe në margjinat të Kosovës me cilat unë kam punu me sinceritetin më të madh. Bashkimi në një parti politike për këdo, edhe për besën është bashkimi në një platformë ku ti mund të bësh më shumë. Edhe unë konsideroj që në këtë parti kanë shumë njerëz që bashkëmendimtar, sepse në fakt ne jemi një familje politike me ti me gjithë, po mos pajtohesh se nuk do të ishe aty, por sigurisht që brenda grupit ke edhe grupe të tjera, edhe që e sheh se ka shumë bashkëmendimtar, ka njerëz që të vlerësojnë, për te konkurrencës që dikush mund të sheh si konkurrent dhe të luftoj, por në fakt nuk është se dikush ka mohuar ndonjë meritimin apo që të mohon si vlerë. Normalisht njerëzit konkurrencën e menaxhojnë në mënyra të ndryshme. Unë për veten time s'jam e mirë në këtë pikë, edhe ata dhe i hupi zgjedhjet, jo vetëm zgjedhjet. Shumë çka gjatë këtij luftimi sepse luftë për brenda nuk di të bëj. Edhe kur i kam bashkangjitë Partisë Demokratike të Kosovës kam hyrë minimum. Më luftu me njerëz aty. Edhe kam menduar që kam hyrë minimum për një luftu disa të këqija jashtë partijake dhe disa të këqija të Kosovës. Dhe në këtë rrugtim unë kam shumë mbështetje. Të tjerat ja lajm kohës. S'po flas më shumë. Aderimet janë bërë zakonshme, shohim shpesh që një person, një individ, një politikant ka lënë nga një parti në partin tjetër. Nuk është ky rastim. Nuk është rasti ju? Jo, to njerëzit nuk është mirë as ta them, por si që thash, nëse arsyet e hyrjes dhe të daljes më përputhen, mund të ndodhë, që nuk e shoh. Këtë vit patëm një parti të re. Partin me koalicionin për familje, që besoj ka një farloj përputhje mes misionit tënd dhe konceptit për çfarë është themeluar e parti. A ke pas ftesë që është bashkangjitësh atë parti, apo kishe menduar që Jo, gjatë rrugtimeve tash ne përveç që zgjedhim rrugën, ne zgjedhim edhe mjetet, edhe metodologjitë. Edhe nuk ka qenë, nuk shquhem si një person që mund të gjej metoda ad hoc rrugës aty kur ato shpërthejnë ashtu. Ata i kam miq, dhe shumë njerëz në listën familja janë ish studentë mi, studente, bashkëpunëtore. Unë kam respekt për secilin prej tyre. Normalisht që kemi pasur biseda dhe oferta, por nuk është se nuk e din ata që jemi fjallës një herë për gjithmonë. Po për te kësaj, sepse nuk dua të flas e ngritët këtë tim, po në përgjithësi, pluralizmi në Kosovë është i mirëseardhur, qoftë edhe 0.001%, s'ka lidhje. Një njeri, një mendim politik e bën shoqërinë më të pasur. Por unë do doja që njerëzit, konceptet që janë themelore, që janë madhore, siç është familja, ti kuptojnë si misione kombëtare dhe jo si misione fushatore, elektorale, dhe asnjëherë ad hoc.
Dhe që në këtë mision duhet gjithë jemi bashkë dhe që të ofrojnë sa më shumë njerëz, sepse kështu është shoqëria jonë. Dhe jo që me retorikën e tyre të krijojnë ndasira të tilla që kush o me ne është i mirë, është për këtë dhe kush është me ne, jo e ne. Sepse ne në fakt të gjithë jemi aty. Kosova politikisht është ndërtuar mbi konceptin e familjes. Lufta, lëvizjet tona popullore për liri janë familjare, ka nisë nga familjet, 10 familje, 15 sa i ke në Kosovë, që i ke që janë eksponent kryesor lëvizjes luftës shërimtare të Kosovës. Kjo koncepti i familjes mendoj se për te kësaj bisedes që mund të përdoret, edhe është legjitime ndoshta në fushat, njerëzit ti instrumentalizojnë, ne duhet punuar fuqishëm që këtë jetë mision kombëtar, sepse ka që është i rëndësishëm. Shteti ynë është ndërtuar mbi këtë koncept jo tjetër. Gjatë punës, karrierës tuaj, sigurisht që keni pasur punë me shumë gra të denja, gra që orarisht kanë pasur edhe momente të vështira. Cila është me dhënia një apo nga rafeni, apo nga tregoni një histori frymëzuese të një gruaje, e cila në një formë ju ka bërë që të besoni se me të vërtet fuqia e gruas është e marrësh. Kosova ka mira shembuj të tillë, të cilët unë i kam takuar, e besoj numri i tyre është akoma më i madh. Prej atyre vajzave me shami, prej atyre profesoreshave që në orë shkonin pa shami, se si lejon të drejtori, derisa dëshmuashin çfarë mësimdhënëse dhe pedagogë të dinja janë, dhe pastaj njëti drejtori thoshte nuk ke pse heq shamin në orë, deri tek ato gratë që kanë dhënë gjithçka nga familja tyre, fëmijët e tyre, që i kanë ndihmuar që ata të shkojnë në luftë, e të cilat pas luftës kanë treguar një fuqi të jashtëzakonshme, si them, të forcës në kuptimin që shkojnë përpara, nuk rrinë duke e qarë, si themi, të kaluamën, edhe gratë të cilat asnjëherë nuk i thua, po pse lash me shku djalin në luftë, ose pse kështu, ose pse ashtu. Përkundrazi, kretkëm këto gra, fuqia aty në grave, dhe bën mundi marrën ndonjëherë u anku për diçka, ose mos praps për diçka kur ishe në përshkrit çka kanë kalu këto gra, edhe ti thu, po pritësoni, megjithatë kam të punë më mirë, edhe cilë është arsyetimi mos me vazhdu si kur këto gra tilla ka shumë në Kosovë, shumë. Qoftë në politikë, qoftë në anvisëri, në shtëpitë tona, qoftë në shkolla, në akademi, kudo. Një mangësi që e kanë këto gra, edhe unë bashkë me to, është që ne pak shkruajnë për çfarë jemi, ka gjëra pak të dokumentuara, ndoshta se janë shumë të zëna duke bërë dhe nuk arrin edhe të shkruajnë, por dikush duhet ta ketë këtë mision. Në punimin tim të doktoraturës, hallen e madhe kam pa me këtë punë, sepse edhe unë në moshën time kisha përjetuar shumë zhvillime të grave të cilat nuk e gjeja në libra. Dhe kurse janë në libra nuk janë në akademi, kurse janë në akademi nuk kanë ekzistuar fare. Dhe këtu është defektin më të madh, dhe kam një porosi për krejt që filloni dhe dokumentoni përvojat e juaja, jo për hir të përvojës tane si ti e ke pas, por për hir të shembullit dhe gjeneratave më pas, të cilat po ashtu mund të frymëzohen, mund nxjerrin edhe leksione. Normalisht rrugtimi nuk ka qenë pa gabime, besoj. Por krejt ideja është që gabimet e njëjta të mos përsëriten, dhe që ne të hecim tutje. Por këtë rrëfim nuk guxojmë ta lajmë kështu oral, gojor, me muhabete, me ndjenja dhe emocion, sepse këtu është, si themi, këtu është ideali i kësaj pune, që përvojat të jenë në letër të shkruara, të mbesen aty, sepse nëse janë letër kanë ekzistuar, se janë letër kanë shku. Vje keq për shumë përvojat grave, frymëzuese, të cilat kanë vdek bashkë me to, për cilat ne pak dim. Përfshirë edhe aktivizmin e grave besimtare dhe gjendjen e tyre. Se s'dua të kalojnë temë tjetër, po edhe kjo është një segment tepër të rëndësishëm. Lëna Vesa, ju faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve, knaqësi. Ishte kënaqësi e madhe që kemi në studio të ndani përvojën tuaj,
t'jep një mesazhe, këshilla tilla që besoj çdo femre, pavarësisht e mbuluar apo jo, do të ketë impakt. Faleminderit. Unë kur ndjeva si në studio, ndjeva muhabet shumë familjar si në shtëpi, ju faleminderit për këtë. Pandek.